20 orë mister, ku eshte Alba? Shpërthen historia në Big Brother VIP Kosova. Banorja thirret nga psikologjia dhe humb pa gjurmë. Një ngjarje pa zakont ka tronditur shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4 dhe ka lënë publikun në ankth. Banorja Alba Pollozhani është zhdukur mistershëm prej plot 20 orësh pas një situate dramatike gjatë spektaklit të mbrëmshëm, Prime. Zhdukja e saj erdhi menjëherë pasi ajo u fut në dhomën e rrëfimit. Kjo ndodhi në pjesën e parë të programit, kur situata brenda shtëpisë agravoi, duke çuar në reagime të forta histerike nga ana e Albës. Burime të brendshme tregojnë se shkak ishte një pretendim i ngritur me zë të lartë nga vetë banorja. Ajo pretendoi se produksioni po e nxjerr keq dhe po punonte aktivisht për të dëmtuar imazhin e saj në sytë e publikut shqiptar dhe kosovar. Pavarësisht këtij shpërthimi, vendndodhja e Albës mbetet ende një e panjohur për banorët dhe teleshikuesit. Pas shpërthimit, gjatë transmetimit të drejtpërdrejtë, stafi i Big Brother VIP Kosova komunikoi se me gjendjen shëndetësore dhe emocionale të Albës po merrej psikologjia e formatit për të menaxhuar krizën dhe për të qetësuar situatën. Megjithatë, mungesa e saj për kaq shumë orë ka ngritur dyshime serioze rreth fatit të saj në lojë. Pyetja kryesore që mbetet pezull është nëse Alba ka braktisur lojën pas këtij konflikti të hapur me produksionin, apo nëse është izoluar përkohësisht si pjesë e masave të marra nga stafi i shfaqjes pas përkeqësimit të gjendjes së saj emocionale.